Me ligjin e ri për lojrat e fatit, qytetet tona nuk do të duken më si qendra të mëdha kazinosh. Ky është zotimi i kryeministrit Hristian Mickoski pas kalimit të propozim ligjit në seancën e fundit qeveritare. Sipas kreut të ekzekutivit, ky ligj godet jo vetëm industrinë e bixhozit, por edhe bizneset e kredive të shpejta që lulëzuan pranë tyre. Да, ние го ветуваме тој закон и работевме на овој закон многу внимателно. Имајќи ги во предвид сите параметри кои што се поврзани со оваа индустрија, има одредени стандарди и политики кои што оваа влада ги води. Градовите почнаа да ни наликуваат со ние реклами, со ние светлечки билборди како градови каде што коцкарниците се главна индустрија. Тоа не личеше на ништо и не личи на ништо. И со овој закон ќе се стави крај на таа перцепција кај граѓаните. Некако до тие казина, како по правило се отвараат канцеларии каде што се даваат и брзи кредити, следно на што ќе работиме ќе биде и тоа. Por nga lëvizja antibixhoz janë pesimist se ky ligj do të kalojë, duke thënë se shumë herë është premtuar dhe asnjëherë nuk ka kaluar. Sipas tyre, çdo ligj është i mirë edhe pse nuk është ai ligj që ata e kërkuan që kazinot të jenë 3 kilometra jashtë çdo vendbanimi. Ne çdo ligj pozitiv që është ne ta përshëndesim, po kemi një rezervë se do të shohim çfarë ky ligj do të ofrojë. Edhe pse është hek ajo 500 metra vija ajrore që ka qenë, tash ka ngel vetë 500 metra, nga shkollat, përmenden veç shkollat, nuk përmenden edhe objektet fetare. Jemi skeptik për atë, edhe pse është përfol shumë, por nuk jemi të sigurt se ky ligj do të kalon. Pasi nga përvoja 10 vjeçare që lëvizjen e shumë herë është ofruar, por asnjëherë nuk është realizuar që kanë thënë. Propozimi ligji i ri për lojrat e fatit parasheh masa më të ashpra kundër bixhozit ilegal dhe reklamimit agresiv, duke ndaluar reklama që paraqesin bixhozin si rrugë drejt suksesit financiar apo zgjidhje për problemet personale. Ligji ndalon edhe promovimin përmes figurave publike dhe përmbajtjeve për të mitur, ndërsa kazinot, bastoret dhe objektet e lojrave të fatit obligohen të jenë të paktën 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme, ku gjithashtu ndalohet vendosja e terminaleve elektronike të lojrave të fatit.